Përshëndetje. Mirë se erdha në kanalin tonë Kriptovaluta Shqip. Sot do të kalojmë disa lajme rreth Bitcoinit dhe rreth kriptovalutave. Po shkojmë direkt në CoinMarketCap dhe këtu mundem me po që Bitcoini është një çmim $95 dhe mundem me po ashtu kur shkojmë po se altcoinsat kanë një rramje të vogël, Ethereum në një çmim $1827, XRP në $2.18, BNB $189, Solana dhe po ashtu mundem me po që të gjithë altcoinsat momentalisht janë duke stabilizuar në një çmim stabil, dhe me thënë nuk ka në një rramje shumë të madhe. Siç mundem me po ashtu, edhe me coinat siç është Shiba Inu, dhe me thënë nuk ka në një rramje të madhe 3%. Po shkem të poshtë, mundem me po këtu, edhe kim në fakt nuk është me coin, por Bitcoin po ashtu pasi ka pasur një rramje të madhe, është duke stabilizuar po ashtu në një çmim $0.59, Pepe po ashtu 3% ka pas rramje. Që duhet të cekim është se Bitcoini para disa ditëve e ka cekur zonën $98,000, dhe me thonë e ka testuar zonën $98,000 duke prekur për pak zonën $100,000, ku të gjithë pretendojshin se Bitcoin e ka përfunduar, se Bitcoini do të bie poshtë, do të kthehet në $20,000, $30,000, ku të gjithë shumica e traderëve kanë pretenduar se do të fillojë një bear market dhe duhet të shesin. Bitcoini përsëri teston zonën $98,000. Do me thënë, momentalisht jena në një çmim $95,000 e $475,000 duke e testuar këtë zonë, dhe po shkojmë të shohim me Bitcoin Spot ETF. Mundem me po këtu që në muajin april kena pasur një blerje masive të Bitcoin Spot ETF. Mundem me po këtu që për 2 ditë kena pasur gati $2 miliard blerje veç në Bitcoin. Po ashtu do të shohim se në 1 maj kena pasur $422 milion blerje në Bitcoin ETF. Po ashtu në 2 maj kena pasur blerje nga BlackRock $674 milion në Bitcoin. BlackRocku po bën blerje masive. Mundem me po këtu që gati çdo ditë ka bërë blerje. 15 aprill ka bërë blerje 38 milion, 30 milion, 81. Po vazhdimisht në 1 aprill po ashtu. Mundem me po këtu që në 23 aprill ka bërë blerje masive $643 milion në Bitcoin. 24 aprill dhe 25 aprill, me thënë BlackRock për 3 ditë ka bërë më shumë se $1 miliard blerje në Bitcoin ETF. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ato bëjnë blerjen masive të Bitcoinit më shumë se sa Bitcoin minerat janë duke prodhuar. Që do të thotë se mas një kohe të vazhdueshme nëse bëjnë blerje, nuk do të ketë më minerat që të shesin Bitcoin, ose ato Bitcoini që e ka nuk do të shes në durim për vete. Dhe çka do të ndodhë? Nuk do të ketë më mundësi që të bëjmë blerjen e Bitcoin nëpërmjet minerave, do të bëjmë blerjen e Bitcoinit direkt në spot ose në order book. Dhe kur do të bëjnë direkt blerjen e order book, atëherë Bitcoini do të përfundoj aty ku shumica pretendojnë. Po shkojmë të shohim ku janë duke pretenduar shumica. Mundem me po që Bitcoini janë duke pretenduar, më thënë Bitwise, i cili është fondi më i madh në Shtetet e Bashkuara Amerikane, i cili pretendon se Bitcoini deri vitin 2029 do të arrijë një çmim për $1 milion. Për shkak se do të vazhdojnë institucionet të investojnë masivisht në Bitcoin dhe do të ketë adoptim të madh. Do me thonë, ai pretendon se Bitcoini do të arrijë shumë lehtë në $1 milion në vitin 2029. A do të ndodhë? Nuk e dim, na pret vetëm që të presim dhe të shohim se çka do ndodhë në vitin 2029. Po ashtu, lajmi i radhës është se Bitcoin ETF dhe miratimi qeveritar, edhe ato pretendojnë që Bitcoinin do të çojë shumë lehtë në një çmim për $1 milion deri fund në vitin 2029. Mundem me po këtu. Pse? Si janë duke bërë blerje masivisht në Bitcoin ETF. Dhe me thonë fondet dhe institucionet bëjnë blerje masivisht në Bitcoin ETF. Shumica nga ju më kanë vetur se çka do të thotë ETF ose Bitcoin ETF ose Ethereum ETF. E kam përgatitur këtu një foto që të kuptoni më lehtë. Do me thonë, këtu jeni ju investitor. Ju si investitor, do me thonë, nuk duni të merreni me Bitcoini, që të shohni që Bitcoini a ka pasur rramje, a ka pasur ngritje, a me bo shitje, a me bo blerje, ku do të rënë Bitcoini, do të rënë në një exchange, ose të rënë në një cold wallet,
Dhe këto njerëz që nuk duan të mirën me këto obligime, çka bëjnë? Investimet që i kanë, për shembull 5 milion, 2 milion, 3 milion, 10 milion dollar, me të njerëzit që kanë para, çka bëjnë? Investojnë në ETF, në fonde, siç janë këto fonde që i kena cekur më herë. Investojnë në fonde, për shembull në fondin e BlackRockut, dhe BlackRocku vu garanton për shembull një vjetore, siç mirën në 2%, 3% ose 5% fitim u garanton. Dhe ai fondi i cili bën blerjen e Bitcoin, me thënë ETF, i cili bën blerjen e Bitcoin dhe ruan Bitcoinin për ju, ai fondi bën blerjen dhe shitjen, dhe ato bëjnë blerjen masivisht e Bitcoin. Dhe me thënë, këto fondet nuk bëjnë blerjen e Bitcoinit me paratë e veta, por me paratë e investitorëve. Dhe ato bëjnë blerjen e Bitcoinit, e shesin, e bëjnë blerjen, dhe me thënë, ju nuk keni nevojë që të mendoni për asgjë. Ju do të keni një fitim pasiv çdo vit. Kjo është Bitcoin ETF, po ashtu edhe Bitcoin edhe Ethereum ETF. Të rikthehena këtu, mëne me po që kena shumë fonde, si Fidelity, BlackRock, mëne me po këtu që kena shumë fonde, veç pak të bëjmë zoom, mëne me po këtu që Fidelity, Bitwise, ARK, Vankenk, Grayscale, të gjithë këto janë momentalisht fondet të cilët bëjnë blerjen e Bitcoinit në ETF. Siç mëne me po këtu. Shpresoj që e keni kuptuar që çka do me thonë Bitcoin ETF. Jam i radhës i cili është se fondit, do me thonë Universitetet Brown investon 4.9 milion dollar në Bitcoin ETF. Ato kanë investuar 4.9 milion dollar në Bitcoin ETF, do me thonë ja kanë dhënë parat BlackRocku, dhe BlackRocku me këto para ka bler Bitcoin. Kjo është shpjegova pak më herët, se shumë institucione, fonde ose njerëz privat të cilët nuk kanë dëshirë të midhen me blerjen ose shitjen, investojnë në këtë fond dhe ato vazhdojnë të midhen me blerjen ose shitjen e Bitcoinit. Dhe mëne me po këtu që ato kanë investuar 4.9 milion dollar në ETF. Dhe normalisht se BlackRocku bën blerjen masivisht e Bitcoinit, dhe kjo është pozitiv se për një afat gjatë, siç e theka më herët, nuk do të ketë më Bitcoin të blen nga minerat, dhe ato do të jenë të detyrueshëm që të bëjnë blerjen e Bitcoin nëpërmjet exchange-ut, në order book. Dhe kur do të bëjnë blerjen e Bitcoin në order book, do me thonë në çmimin prej 100.000 dollar ose në varës se çfarë çmimi do të jetë, Bitcoini do të jetë domosdoshëm, do të fluturoj, se do të merren atë order booka dhe Bitcoini do të fluturoj. Dhe lajmi i cili para disa minutave ka ndodhur, Michael Saylor, siç e dim, ai është i çmendur me strategjisë DCA në Bitcoin, dhe ai para disa minutave e ka postuar në rrjetin social në X ose Twitter një foto. Siç e dim, ai kur e poston këtë foto, veçanërisht nesër, do me thonë se sot është e diell, nesër e hënë ai do të shpall investimin e vet i cili ka bërë në Bitcoin. Siç e dim se çdo herë mas postimit të kësaj fotove, ai do të shpall investimin e Bitcoinit. Siç e dim, Michael Saylor nuk blen Bitcoin 200-300 dollar, po ai kur bën blerjen e Bitcoinit bën me 1000 Bitcoina. Domethënë ai bën blerjen e 10.000, 15.000, 20.000 Bitcoina në një moment. Dhe këtu mëne me po që ai përsëri ka bërë blerjen e Bitcoinit. Do të shohim nesër rezultatet se sa ka bërë blerjen e Bitcoinit. Lajmi që duhet të cekim është se BE-ja ose shtetet evropiane do të ndalojnë rrepsisht kriptovalutat i cilën përkrahin anonimitet të investitorëve ose anonimitet të njerëzve që kanë. Lajmi i radhës është se BE do të ndalojë të gjithë llogaritë anonime të kriptovalutave. Për shkak se pastrim të parave, shumë njerëz janë duke bërë skem mashtrime dhe kanë anonimitet në disa kriptovaluta, dhe në këtë mënyrë nuk mundet që t'i zbulojnë shtetet që t'i arrestojnë dhe po pastrojnë shumë para. Bashkimi Evropian e ka vendosur që nga viti 2027 rrepsisht të ndalojnë këto tokena, të cilët i mbrojnë njerëzit e vet dhe hapin 100% anonimitet. Njëra nga këtyre tokenat, siç e përdorin shumë njerëz për lorjen e parave dhe për vjedhje dhe kërkojnë mashtrime, është Monero. Nga viti 2027 nuk do të ketë më mundësi që të kenë anonimitet këto persona. Kjo është një lajm pozitiv për shkak se njerëzit janë duke pastruar para ose janë duke bërë skem mashtrim, duhet të përgjigjen para ligjit, dhe kjo nuk është korrekt që të kenë anonimitet. Kjo është një lajm pozitiv. Lajmi i radhës i cili jam duke ndjekur është se OKX i kundërpërgjigjet Justin Sun të tronit. Justin Sun e akuzon OKX-in, domethënë themeluesin e OKX-it,
që nuk ju ka përgjigjur vërejtjes që e ka dërguar në OKX. Se Justin Sun, Trump, si që di, para disa muajve ka pasur një hakim i cili ka vjedhur miliarda dollar, dhe Justin Sun ka dërguar, siç pretendon ai, ka dërguar një email në platformën OKX që këto adresa të bllokohen, të ngrihen, që mos të kenë mundësi që këto persona të bëjnë kurrë gjë me ato adresat, por OKX nuk ka bërë asnjë reagim dhe nuk ka reaguar për këto adresat, dhe Justin Sun disa ditë ka që e kundërshton, do me thonë e sulmon OKX-in se nuk është kundër përgjigjur. Por OKX-i kundër përgjigjur Justin Sun thot se ato nuk kanë pasur asnjë email nga Justin Sun, nga themeluesi i Tronit, dhe i ka kontrolluar po ashtu emailet në spam, se nuk kanë pasur asnjë email të ngjashëm, dhe ato kanë thënë që nuk ka logjik që ato të bëjnë ngrirjen e disa llogarive për shkak se është postuar një postim në X në Twitter. Mëne me po këtu që ato thonë se nuk kanë pasur asnjë komunikim as në kutien e spamit. Si do të vazhdoj kjo, do të ndjeki unë, do të shohim se çka do të ndodh. Momentalisht janë duke akuzuar njëri tjetrin. Lajmi i cili më ka pëlqyer mua është se Apple i zbut rregullat për kriptovaluta dhe aplikacionet që lidhen me kriptovaluta. Apple, siç e dim, nëse keni pasur dëshirë me bërë një reklam ose ads në Instagram, në Facebook, në një platformë tjetër, nëse buxheti juaj ka qenë $100 të pagoni për një ads, Apple vu ka marrë 30% provizion. Do me thonë, si ju keni paguar $100, u ka dashur që të pagoni $130 për shkak se përdorni Apple. Do me thonë, përdoruesit e Apple kanë qenë shumë nervoz me këtë dhe relativ kanë qenë të dëshpëruar. Dhe po ashtu kjo ka vlet edhe për blerjen e kriptovaluta, do me thonë kanë marrë një komision shumë të madh. Kanë pasur do me thonë një gjyq ku Apple ka humbur dhe është vendosur, do me thonë është një urdhër gjyqësor ku nuk ka negocim, ku duhet patjetër ato të hekin të gjithë këto taksat që ka pasur Apple. Do me thonë edhe kjo është një lajm pozitiv ku nuk do të ketë më shumë taksa dhe Apple është i detyrueshëm që të heqë këto takse për të gjithë aplikacionet dhe po ashtu për blerjen e kriptovalutave. Lajmi i fundit i cili më ka shokuar mua është se Tether ose USDT ka shënuar $1 miliard fitim në 3 muaj që ne pa, dhe ka gati $5.6 miliard të prisë në rezerva. Tether para disa ditëve ka pretenduar vetëm në disa minuta $10 miliard USDT, dhe këto USDT do të përfundojnë në një kriptovalutë, do të përfundojnë në Bitcoin, do të përfundojnë në Trek, që është pozitive, dhe më thënë çdo herë kur ka pasur printim të parave, ka pasur edhe ngritje të marketit, edhe pse shumica janë të dëshpëruar se altcoinsat, siç mëna me po këtu, nuk janë në një çmim shumë të madh. Ethereumi për shembull është në një çmim prej $1.827, është një çmim gati njësoj si para 5 vjetëve kur ka qenë bear market, dhe me thonë nëse para 5 vjetë keni investuar $1.000 në Ethereum, përsëri sot të keni $1.000 në Ethereum, që të kena një altcoin sezon, duhet që Ethereumi të eksplodoj, të thyej atë hana vetë i cili nuk e ka bërë. Të gjithë e presin Ethereumin, i cili është lokomotiva për altcoin sezon. Mëne me po këtu që firri ngrit është 53, që është neutral, do me thonë investitorët janë neutral për momentin. Indeksi altcoin sezon është momentalisht 27, i cili është shumë i vogël. Mendoj se shumë shpejt nuk do të kena një altcoin sezon, por në muajt që vijnë duhet të kena një trend ku ose do të kena një altcoin sezon dhe një ATH të Bitcoinit, ose do të përfundojmë një bear market në muajt që vijnë. Momentalisht jena mirë në çmimin $95.000, që edhe pse me krahasim që çmimit që Bitcoin është $95.000, Ethereumi kërkon hiç s'kam $1.800 dhe altcoinat tjera, por do të shohim se çka do të ndodh. Siç e dim, ka ndryshuar shumë loja pasi kanë hyrë ETF institucionet, fondet e mëdha në lojë. Normalisht se nuk do të ketë më ngritje shumë të madhe për shkak se institucioneve dhe ETF-s. Nëse ju pëlqen kjo videoja, mëni më përgoni një like për algoritmin e YouTube-it dhe miru pafshim dhe video në radhës.